Policia rrugore e Shkodrës vijon të jetë e pranishëm gjitha akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore. Akset monitorohen pa ndërprerje me pajisjet e logjistikës bashkëkohore, të loguara pa loguara, me qëllim menaxhimin e trafikut dhe evidentimin e shkeljeve që janë burim aksidenti apo që bën pengesë për qarkullimin. Gjatë 2 javëve të fundit janë arrestuar 5 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 5 mjetë të tjerë për vepra penale, drejtimin në mënyrë të parregullt dhe shkelja rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe në vendosur gjithsej 1901 masa administrative për shkelje ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 120 masa për mos vendosje rripi sigurimit, 66 masa për mos vënien e kaskës mbrojtëse, 16 masa për përdorimin solar gjatë drejtimit të mjetit, 45 masa për drejtim mjetin në efektin e alkoolit, 244 masa për tejkalim normave të shpejtësisë, 267 masa për parkalimet gabuara, 704 masa për ndalim apo qëndrim gabuar, 89 masa për mosdhënie për parësi këmbësorëve, 410 masa për shkelje të kodit rrugor. Kontrollet nga policia rrugore do të vijnë gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore e Shkodrës apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parkalimet gabuara, të mos përdorin solar gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje ndehur.